e rënë në Klos. 40 vjeçari hidhet nga ura 158 metra e lartë. Një ngjarje rëndë shënuar pak pas mesnate në rrugën e Arbrit. Një 40 vjeçar dyshohet se është vetë hedhur nga ura e fshatit Fshat në Klos. 40 vjeçari Klodian Kulla, që raportohet të jetë nipin e Hatkullës, ka ndalur automjetin mbi urë dhe është hedhur në një lartësi prej 158 metrash duke përfunduar në shkëmbin të zallit të fshatit. Kanë qenë kalimtarët ata që kanë sinjalizuar policinë, e cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe në orët e para të mëngjesit është bërë mundur nxjerrja e trupit të pajet të Klodian Kullës. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes së rëndë, ku është përqendruar në pistën e vetvrasjes. Burime nga vendi i ngjarjes tanë se menjëherë pas 40 vjeçarit Klodian Kulla ka mbërritur aty edhe familjarët e tij, ndërsa dyshohet se aktin e rëndë të vetflimit ta ketë marrë pas problemeve që ka patur në familje. Megjithatë, kjo mbetet një pjesë e cila pritet të vërtetohet nga grupi hetimor, i cili ka marrë në pyetje familjarët e të ndjerit. Sipas psikologëve, akti i rëndë ngre edhe një herë alarmin për trajtimin e rasteve që shkojnë deri në vetflim, si dhe stepjen e këtyre personave për të trajtuar tek specialistët e fushës, ndikuar edhe nga mentaliteti shoqëror për të shkuar tek psikologu.